mjetë e sigurie nuk ka, sepse godinat janë, po s'ka siguri. Kjo ishe. Shëtimi këto godinat apo është vëzhguesi si pulla? Jo, nuk ka. Se po të kishin do dukeshin ato. Do kishin njerëz, do kishin dhe sigurim, por nuk ka. Të siguroj shteti. Se këto i përkasi shtetit, që të vinë pushuesit këtu. Këto zotrin pagujnë taksa? Zotrin pagujnë taksa? Kur pagujnë taksa, shteti duhet t'i japi atë kontrolin aty sigurinë, varkën, gjeran. Se dhe një tali që mi qenë plazhne, po ishte brithë ai një nga ato me robat kuqe, gjithë bregdeti nuk të lidhet kaloj andë. Kurse këtu s'ka. Tu është tamam, ama se ishte dhe fillimi tani edhe... Nuk e di, me vonë se di, po te tani nuk ka fillim. Më vonë nga korriku, nuk e di, po tu duhet bëhet një viktim që të vi siguria. Ditën e djeshme, në talet e Lezhës, bytën 2 fëmijë nga fushkëria në nëntën e 11 vjeç. Si shikoni këtë situatë? Shumë e keqe, shumë. Shteti ka parë. Fëmijë të miq, shteti i rrënjosur. Pa siguria, se po t'ishte siguria, vend të atje dhe shpëton të fëmijë. Shteti. Po higjieno sanitar në fast food, o si e shikoni? Tu s'ka fare as banjo publike as gjë. Jo, s'ka. Kemi një banjë ke shtëpia, po të eci vi një turist tu që t'hynë një banjë, po të ve? S'ka. Banja t'janë ati, po s'ka as ujë, as dhejke, s'ka. Detyrimisht do drejtojnë të ujë. Të ujë që vetit, s'ka banja. Që kështu tu duhet të investoj shteti shumë, se s'ka shtet. Po t'ket shtet, i bën gjithë ato sigurime. Tu vetëm vinë për fanjakët, se ato që kam para, iqin salate, dhe vinë dhe, po t'u bën fanjakët.